Një 22 vjeçar i shpallur në kërkim për veprën penale plagosje rënd me dashje kryer në bashkëpunim është arrestuar nga policia në Shëngjin. Sipas bluves, rezultati i administrimit të shpejtë të informacionit të siguruar në rrugë operative, specialistët e seksionit për hetimin e krimeve ndaj personit, në bashkëpunim me specialistët e seksionit për mbështetjen operacionale dhe me shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, lokalizuan dhe ndaluan shtetësin Gabriel Marku, 22 vjeç, banues në fshatin Ishull Shëngjin. I riu ishte në kërkim policor pasi gjykata e Lezhës në vitin 2023 i kishte caktuar në mungesë masën e sigurisë arrest në burg. Nga hetimet dyshohet se në muajin gusht të vitit 2023 në fshatin Gjadër, ai në bashkëpunim me vëllain e tij, shtetasin M, i arrestuar në nëntor të vitit 2023, kanë plagosur rënd me armë zjarri shtetasin Dorian Gjini. Ngjarja ndodhi pas një konflikti të qastit por motive banale mes tyre, ndërsa materialet procedurale pas arrestimit të 22 vjeçarit janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme.